O det, I kalër det, ti këngën ti me ma të gjo, ju I somba më li o valë, për dashuri zemra këndon. Mirë se keni ardhur, Eneda Tarifa, Gent Lasku, faleminderit shumë nga zemra. Përshëndetje, Mirë se faleminderit gjetëm, për Ola. ftesën. Jam shumë e lumtur sot. Këtu jemi mbas një eksperiencë fantastike të mrekullueshme. Jam emocionuar, po jam edhe me zemrën plot. Faleminderit shumë që më keni bërë pjesë të një projekti fantastik. Faleminderit shumë Ori Kuçi që na ka bërë pjesë të gjithëve bashkë. Faleminderit shumë Orobrojit, këtij ambienti të mrekullueshëm, kur ne vim edhe shpirtrat tanë janë në paqe, ti mjafton të hysh te dera dhe ti ke gjithë botën këtu brenda. Dhe aq më tepër kur zemrat e bukura bashkohen për të nxjerrë në dritë një projekt fantastik. Jam shumë e lumtur dhe shumë e emocionuar. Faleminderit shumë nga zemra që më keni bërë pjesë. Mua jo dhe aq, po Gentit, po, duhet ja bëjmë ca falënderime, sepse ishte ai iniciatori I këtij projekti për të cilin ne po flasim, po akoma nuk e kemi thënë, se njerëzit janë kurioz ta dinë çfarë projekti është, po për më gjërë fletim shoq. Kështu që them t'ja lëm fjalën atij. U bë pak kështu si punë qokash kjo, po jam unë ai që duhet të të falenderoj ty. Sepse gjithmonë edhe arsyeja që ne nisëm këtë projekt dhe donim ta bënim dhe bëhet fjalë për aksesin e njerëzve me aftësi ndryshe në det. Ishte faljush, edhe po mos kisha një njeri I cili do qëndronte aty për të gjitha detajet që nga prezantimi deri tek ilustrimi se si ndodh gjëja, që ti na ndihmove jashtëzakonisht shumë, unë mendoj që do ishte shumë më I mangët dhe nuk do ishte kaq I bukur sa ç'doli. Kështu që tani që përfundoi e gjitha dhe unë e shikoj nga një plan tjetër, jam unë ai që duhet të jem ty falënderues. Unë dhe Eneda duhet të themi ty faleminderit që isha ty, edhe gjithë njerëzve me forcën e madhe që kanë dhe që na kalojnë në shumë aspekte që ne jemi të verbër ndaj tyre, ndaj këtyre aspekteve. Kështu që faleminderit ty. Ishe si thuash figura përfaqësuese e projektit, kështu që ishte shumë këndshëm të kishe pjesë me të gjitha ato që ty të karakterizojnë, që janë zëri ëmbël, dëshira për të jetuar, energjia e mirë, ai dielli që ke ti brenda teje që të lejon të bësh kaq shumë gjëra edhe të gjitha shumë të mira, kështu që vërtet është për të thënë faleminderit. Falenderuese unë gjithmonë, edhe jam shumë e lumtur që është një projekt I prekshëm. Është një projekt deti pa bariera, ta themi më në fund përsëri. Për mua është një nga gjërat më të bukura në jetë. Mendoj që shumë njerëz do ta ndjejnë benefitin edhe do kuptojnë që liria është ai moment. Dashuria është ai moment, lumturia është ai moment, sepse ndonjëherë vrapojnë për të prekur lumturinë e madhe, vrapojnë për statuse, vrapojnë për para, për pozicione dhe nuk e kuptojnë që kemi ardhur vetëm, do t'ikim vetëm, po lum kush lë atë trashëgiminë e bukur dhe lum kush bën diçka për njerëzit. Dhe aq më tepër për njerëzit vulnerabël, për njerëzit që dikush tjetër mund të duket normali që të lahet në det dhe it's okay, është super normale, po për ne që kemi vështirësi të tjera, për mua ka qenë një dhuratë e madhe, ka qenë një bekim. Jam larë me Eliorin mbas gati 9 vitesh dhe ka qenë një emocion I jashtëzakonshëm dhe më dukej sikur isha aty dhe nuk isha. Dhe keni qenë të gjithë në këmbë për mua dhe është një mrekulli që njerëzit të kuptojnë realisht që nesër do të shkojnë në Himar dhe do ta prekin me të vërtet të gjithë këtë eksperiencë. Kjo është një gjë reale. Nuk është një projekt që thjesht është diskutuar nëpër letra, po u bë ajo hapja ceremoniale zakonisht dhe pastaj nuk do të asgjë. Ne provuam vetë. Po funksionon akoma. Ola, për hir të vërtetës ka prap pak punë. Ti e di sa e vështirë është të bësh ndërhyrje, sidomos në detin e jugut. Edhe fati jon I madh është që në krye të asaj bashkie është një njeri shumë I kuptueshëm. I dedikuar dhe I dedikuar për këtë punë. E falenderojmë shumë nga zemra. Kështu që ai e bëri të mundur realizimin, është ideja jon, projekti jon, koncepti jon, por vullneti I atij e çoi deri në fund këtë gjë, I Vangel Tavos. Por problemi është I ndërhyrjes. Kështu që ne po punojmë në Potam për të bërë një strukturë më të fortë, sepse deti jon është shumë eroziv.
Dhe pjesa ku është bërë rampa e parë, nga inxhinierët tanë që panë të gjitha fotot e Google-it, ka lëvizje me 3 deri në 6 metra çdo 6 muaj. Pra shumë eroziv bregdeti. Kështu që neve na duhet të bëjmë një ndërhyrje në një pjesë tjetër, po ndërtohet rampa në Potam, edhe po bëhet një rampë më e madhe, më e gjerë, më solide. Duke shfrytzuar edhe një ish kales që ka qenë për mjetet lundruse, e cila është mbyllur tashmë. Nuk lejohet më kalimi, janë vendosur sinjalistika e dur dhe pengesat, dhe po zhvillohet pjesa e strukturës që do ta lidh komplet të makinerin me shkuarjen dhe ardhjen lirshëm të çdo lloji mjeti, transportin që ju përdorni, dhe në balans të plot me pajisjen që lejon aksesin det në mënyrë automatike. Por gjithashtu duke bërë dhe një lloj armature të lehtë që deti të jetë i qëndrueshëm aty pjesë, pra mos na i marri as gurat, edhe mos na i shtoj, pra të na largoj apo të na afroj, sepse është shumë problematike, sidomos ajo pjesë ku realisht çdo rampë është e paqëndrueshme. Mund zgjasë maksimumi 2 muaj dhe pastaj ti e gjen ose të mbuluar totalisht, ose totalisht të zhveshur dhe podat kanë lëvizur, po flasim me 30-40 cm, pra lëvizin njerëzakonisht. Kështu që ende ajo është e qëndrueshme, tani është në spile, në shëndetore në Imarës, por ende po punohet për të bërë një gjë që le të themi mos lëvizi më kurrë. Dhe tjetra, se po zgjatën pak, po janë shumë të rëndësishme për t'u shpjeguar, është që në bashkëpunim dhe me Bashkinë Imare, dhe me burimet njerëzore të kësaj bashkie, po dhe me kryetarin vetë, duhet gjetur stafi i trajnuar, të cilin e kemi marrë ne përsipër, jashtë projektit totalisht, që ta trajnojmë. Tek Federata e vërtetuesve të plazhit dhe shpëtimit të jetës në ujë, i cili të jetë aty për të asistuar. Normalisht ai duhet jetë në çdo plazh publik, por dihet që burimet njerëzore kanë mangësi të jashtëzakonshme në Shqipëri. S'po gjej më kamarier, jo më hero. Se të bësh vërtetues në plazhit është thjesht hero. Ti duhet vesh në rrezik jetën tënde për të shpëtuar të tjerët. Edhe aq më tepër për njerëzit që janë me aftësi ndryshe që kanë nevojë për një kujdes paksa edhe psikologjik, le të themi. I duan gjërat më ëmbël, më butë, janë të bukur, janë më ndryshe si njerëz. Kupton, nuk është se do bësh vërtetuesin e plazhit me mirëfilltasi. Ku të tjerët lajën ti qëndron ke ajo. Edhe pak psikolog. Pika jote e vërtimit, por është një punë është më shpirtërore, është më sociale, është më psikologjike dhe mbi të gjitha kërkon dhe një lloj trajnimi paksa më specifik. Kështu që është në progres gjëja. Nuk mund të them që është mbyll tani dhe është 100% funksionale. Është funksionale, por problemi është që po punojmë ditë për ditë, unë premtoj që do bëhet ashtu siç duhet. Pa e çuar në vend këtë gjë, unë nuk e lë sepse e kam pas gjë personale, pastaj u bë gjëja jonë të dyve bashkë. U bë nga një ëndër e imja u bë ëndra jonë, pastaj Elida e përqafoi me të 7 duart. Vetëm 2 këtë shpirtër. Unë të kam përqafuar ty dhe me këtë rast dhe gjithë ëndrat e tua. Ne po e marr përsipër, ne premtojmë që do ta çojmë deri në fund ashtu siç duhet këtë gjë. Unë jam shumë e lumtur për pasionin me të cilin Genti flet. Mos harrojmë që ajo po funksionon dhe po funksionon shumë mirë. Gjëra për të përmirësuar ka, do të vazhdojmë që ta kemi nën monitorim. Si këtë pikë të parë, ashtu dhe gjithë pikat e tjera që do të kemi në për Shqipëri. Në mos këtë vit, vitin tjetër, ky është një proces që zgjat. Akoma ne nuk kemi infrastrukturën e dur për njerëzit me aftësi ndryshe. Sa e vështirë ishte të gjenim një hotel në Himar që ta aksesonte komunitetin në fjalë. Sa pishina ka që kanë mundësi që të aksesojnë njerëz të tillë. Është një proces shumë i gjatë. Nuk mjaftohemi vetëm me detin. Po shqyqur le të jetë deti të paktën. Unë jam shpresë plot që do ta përqafojnë edhe bashkitë e tjera. Absolutisht duhet. Jam shumë e lumtur për këtë dhe besoj që ka qenë një fillim i mbar dhe i bukur dhe do ketë vazhdimsi patjetër dhe do jetë plot shkëlqim. Jam e bindur për këtë, ka njerëz që më shkruajnë, ka njerëz që më falenderojnë, ashtu si dhe juve. Pra është një gjë e prekshme reale dhe për mua kur gjërat janë të vërteta dhe kur bëhen me zemër, ato e kanë suksesin e garantuar, është e padiskutuar që do shkojë shumë mirë. Jam e bindur dhe shumë e lumtur. Tani që e gjitha ka mbaruar, sepse ne kemi biseduar kur ka qenë thjesht ide, pastaj biseduam përsëri kur ishin kopsitur gjërat dhe pastaj hap pas hapi. Dhe unë
e kam përjetuar njësoj si ju të gjithë sikletin, emocionet, energjinë për t'ia dalë më së miri dhe për t'i kopsitur gjërat ashtu si duhet, ashtu si njerëzit e meritojnë, por ashtu si ju dhe kishin dhënë fjalën që çdo gjë do bëhet e sigurt edhe e bukur edhe njerëzit ta ndjejnë realisht. Tani që ka mbaruar gjithçka, a jemi ne më të lumtur dhe më të kënaqur që e kemi mbaruar atë hapin e parë? Ishte një ëndër e realizuar edhe për mua. Imagjinohen sa i kënaqur dhe i lumtur mund të jetë Genti, po unë ndjej që po kemi plotësuar një pjesë shumë të madhe të asaj që kishim në mendje për të bërë. Njeriu kur mbaron çdo punë është i lumtur. Domethënë edhe punën më të vogël, tash ti e rregullova këtë. E çova dhe pjatën ke lava pjati, nuk e di si ku çlirohesh. Por sa i përket se pune, nëse un kam bërë një gjë të mirë në këtë jetë, kjo është një nga ato gjërat e mira që kam bërë dhe shpresoj që të vazhdoj edhe pak ta zgjeroj si gjë. Të paktën të ketë 4-5 pika nga joni e poshtë, që të ketë mundësi aksesi për gjithë njerëzit edhe mos jetë selektive vetëm në një vend, e përqendruar ose e detyruar për shkak të pamundësisë. Le të bëjmë një rrjet të vogël, aq duhet, se nuk është një punë kjo që ti do vazhdosh pafund të bësh ti, 4-5 pika duhen maksimumi dhe mendoj që ke hequr goxha halle. Dhe mbi të gjitha, për gjithë ata operator ose tur operator të turizmit që mbase nuk kanë informacionin e dur, kjo i sjell Shqipërisë një port të madhe. Sepse ne vetëm në Shqipëri kemi rreth 400 e pak mijë njerëz. Është një numër që gjitha biten, po që është e vërtet. Janë njerëz me aftësi ndryshe. Që nga A-ja te Z-ja për nga indeksi i pamundësisë. Ca janë më të mundur, ca më pak të mundur. Dhe imagjinoni sa ka Europa. Po flasim Norvegjia, Suedia, Spanja, etj. Vende të cilët aktualisht ka një numër të konsiderueshëm turistësh në Shqipëri. Polonia, nuk dua t'i futem specifik, po ka numër shumë të madh njerëzish. Dhe gjëja e parë që këta njerëz bëjnë është kontrollojnë. A ka mundësi aksesi në këtë detin e bukur të Jonit, se ta shikosh Jonin në shpelë. Ne shkojmë për pushime dhe themi gjithmonë, kudo që kemi shkuar, edhe në plazhet më egzotike, ne jemi të përkëdhelur. Jemi të përkëdhelur. Ne dhe hymë det dhe realisht unë për veten time mendoj që nuk ka det më të bukur se sa deti i jon. Deti, sepse ke edhe plazhin e Generalit, edhe në Adriatik, ke kepin e Rodonit, ke ranën e Hedun, ne kemi detra po, sidomos Joni, pjesa e Karaburuni i Marës, deri në Saran, deri në kepin e Stillos, le të themi që është pika kufitare, i kemi ujin fantastik. Dhe ata thonë, okay, uji është i kristalt, shumë i mirë, po si të hymë brenda. Dhe kjo i hap rrugën një shtrese totalisht të re. Rrjetit që ata ndjekin për të pasur potenciali turistik që do lidhet edhe me mundësitë që hotelet do të krijojnë. Tani po i zbatojnë me rampa hotelet, ai që do hyet po investon ashtu siç duhet për hir të vërtetës. I marr as pak problem brenda në qytet sepse janë godina të ndërtuara edhe në pamundësi nga kuotat që ofron terreni vështirë i atij qyteti. Por kur kam parasysh pjesët e Livadit, pjesët e Borshit, po ndërtohen hotele jashtëzakonisht shumë të mira që do krijojnë edhe kushtet për facilitete patjetër. Po të kenë edhe një pikë aksesi në det, pastaj gjithçka është fantastike. Po, janë të lidhura mendoj të gjitha bashkë këto me njëra tjetrën. Do të bëhemi dikur. Po. Shikoj, Neda, nuk është bërë Roma për një ditë. Po, një piknisje e bukur është, kështu që përderisa ne kemi nisur, besoj që vonë filluam, edhe ajo është ne s'do bëhemi kjo shpreha më e shëmtuar, edhe nuk dua t'ja dëgjoj asnjë shqiptari këtë. Sepse ne s'bëhemi ne kështu, ne ashtu. Ne s'do bëhemi ndonjëherë. Nëse motër, vlla, nëse ti do që të bësh diçka, të shkosh nga pika A deri në pikën B. Nisë duke hequr këtë fjalinë një herë. Ngriu dhe bëj një hap. Ngriu dhe bëj një hap nga A-ja tek B-ja. Filloj me një hap, sepse askujt nuk i bëhet vonë për opinionin tënd. Bëhemi apo s'bëhemi? Nëse ti do me vërtet të ndryshosh një realitet, fillo duke bërë nga vetja jote. Po, një hap të vogël. Hidh një letër më pak në kosh. Po. Më në tokë, merr edhe në kosh, gjej një gjë, bëj një punë, bëj një dhe pak nga pak e gjithë shoqëria pastaj si një bashkësi e madhe individesh që bëjnë një të plot do përmirësohet. Po nuk ishe ti mirë dhe të rish duke parë se çfarë po bëjnë tjerët, atëherë do të thotë që ti ke shumë kohë. Ke kohë për të marrë, se të gjithë flasin për të gjithë.
me të gjithë për të gjithë. Asnjë nuk flet për veten, po. Janë shumë të pakta takolinat që thotë unë bëra këtë, po ti si ke qenë, po ti e morë vesh ai kështu, ajo kështu, ai. Duhet të kemi vesh shoqërinë tonë në dorë. Është e vërtet. Po unë prap nuk dua ta shoh me pozitivitet, duke menduar që duke nisur edhe nga këto gjëra. Ne da me pozitivitet po shoh. Ne bëhemi. Po jo se ke të drejtë, ashtu është, domethënë për shumicën Ço bën një gjë, është shumë e vërtetë kjo që ne po ndodhin gjëra të bukura, po ndodhin gjëra reale. Gjithashtu po rritet përgjegjshmëria për njëri tjetrin. Ti nuk mund ti biesh Boris së makinës pa shkak kur unë jam aty afër. Nuk do fitosh në gjë të madhe një. Se ti e përgjigjesh ndaj meje dhe unë ndaj teje. Kështu që edhe ti mbaj përgjegjshmërinë që unë të bëj denoncimet e mia për një veprim të pa përshtatshëm ndaj meje. Kështu që kjo përgjegjshmëri po rritet dhe mua më pëlqen shumë që të mendoj që shumë shpejt edhe ne do të jemi shumë kujdesshëm ndaj njëri tjetrit. Pikërisht për këtë arsye. Po. Si është të jetoni bashk, të punoni bashk, të bëni çdo gjë bashk? Sa vështirësi ka, sa lumturi ka, sa dashuri ka, kush është sekreti? Na tregoni ca gjëra të bukura për veten tuaj. Nuk është shumë e thjeshtë. Është më e thjeshtë se ç'duket. Sepse ka shumë dashuri brenda. Ka shumë intensivitet. Ka shumë aktivitet. Gjërat që më përkasin mua janë edhe të Gentit, dhe gjërat që i përkasin Gentit janë edhe të mijat. Ne jemi bashkë kudo. Dhe kjo herë mbas here sjell tensionet e veta. Por me dashurinë që kemi, me mirëkuptimin dhe me qetësinë që arrim ta mbledhim veten her mbas here, aty ja dalim gjithmonë. Më përqesh ndërkohë Gent, po marr një buzëqeshje në sfond. Do ta dëgjoj pas pak. Por po, nuk është e lehtë, por është gjithmonë e lehtë kur ka dashuri brenda, sepse gjithmonë kthehesh, bën një hap mbrapa edhe kur bën një gabim. Kështu që mbaj shënim këtë për herën tjetër. Ju çaj teorione se ti, okay. Nuk prihet asgjë. Do transmetohet intervista kështu siç është. Të transmetohet me zemër, çe mendon ti? Jo, po prandaj po prisja çfarë do thotë ti që pastaj të përgjigjesh unë. Përgjigjesh mirë ose? Mezi po pres përgjigjen tuaj. Çfarë do njeriu në jetë? Ndonjëherë kur je i ri, se deri në 40 vjeç lufton për të formuar një ego. Unë jam ky, kam bërë këtë, kam bërë ashtu, kam bërë ashtu. Pastaj lufton për ta vrarë egon. Po, lufton për ta vrarë egon. Yes. Edhe çfarë do, po kur vjen një pikë në jetë, çfarë do njeriu? Se i ri do ta kontrollosh. Sigur të bëj këtë, po të bëj dhe këtë. Po çan, po të kem dhe këtë, po të kem dhe atë. Po ja 7, ja 10, ja dhe prap ti përfundon që ke një gjë mangut. Do të thënë, nuk je kurrë i ngokur shpirtërisht. Atëherë ti nuk e kuptuar thelbin për mua. Thelbi është që ti mos të presesh, po ta dish çfarë do ndodhi nesër, jeta nuk është e bukur. Edhe pikërisht një jetë të mrekullueshme dhe plot surpriza ma ka dhënë bashkëtesa me Enedën. Në të gjitha aspektet dhe në çdo lloj kuptimi dhe bot kuptimi që mund të ketë një marrëdhënie midis dy njerëzve. Emocione që mbase unë vetë nuk e dija që mund të ishin pjesë e imja, po mbi të gjitha pa parashikueshmëri, gjë që ta bën të bukur jetën. Jeta jonë është artistike për shkak të Enedës, është me volum për shkakun tim, është me një vendimarrje të përbashkët, e sa e vështirë është të bësh në një mendje, do shumë luftë, do shumë punë, por imagjino kur e kalon gjithë të procesin, ja del dhe me sukses, e ku ka më bukur se kaq. Dhe mbi të gjitha, unë jam shumë i lumtur sepse marrëdhënia jonë është e vërtetë, është shumë e vërtetë. Do të them për gjithë ata që mendojnë që si mund të jetë, ne jemi çift shumë normal. Dy njerëz më se normal. Po që edhe unë e dua shumë. Unë e dua shumë. Po jo normal, është që mos jesh aq normal ndonjëherë. Edhe në duke. Zihemi dhe ne kemi momentet tona. Pastaj po duhemi më shumë se kaq. Edhe kur vjen peshor ato janë imagjino tash. Eneda po ja t'ju them një kështu, të bëj një lavdrim pozitiv. Eneda është fat që e kam sepse është një grua që thot më fal.
për shembull ja. As ku unë e them 3-4 herë, kupton se. Edhe Genti e Po se thot. Edhe Genti e thot. Hadru, po ideja është që imagjino çfarë fati ka unë. Po që është e bukur. Është bukur, është shumë e bukur, vërtet, është shumë e bukur. Kisha menduar që ose ndoshta edhe nga eksperiencat më përparshme që dy njerëz duke punuar bashkë gjithkohë se mërzisin njëri tjetrin, po gjithmonë puna ka aq shumë gjëra të reja për zbuluar se që ti nuk ke kohë. Nuk e pse merresh me ato që nuk duhet dhe ti investohesh aty energji. Po nuk u mërzite, nuk e kupton dot çfarë është gëzimi. Po nuk u lodhe, nuk e kupton dot çfarë është plotja. Po nuk punove, nuk e kupton dot pushimin. Po që poshtë nuk e merr dot vesh kur do jesh lart. Pa zezën nuk do ketë bardh. Pa hije, dritë kështu me radhë. Edhe ne në marrëdhënien tonë kemi pas fatin që unë të paktën falen Edës, se kjo të flasë për veten e vet, lutem shumë. Unë të paktën falen Edës, kam pas fatin që t'i provoj anët e medaljes, edhe shumë bukur që gjithmonë shkon balanca në vend vet, sepse skajet ekzistojnë. Edhe po gjithmonë shumë ponderuar edhe me shumë krip le të themi. Mund të them që kam mësuar shumë nga kjo marrëdhënie edhe unë. Pikërisht për këtyre kontrasteve, duke dalluar të mirën nga e keqja, kush është e mira? E mira është ajo që e bën tjetrin të ndihet mirë dhe ty gjithashtu. Ose lavdrojmë njëri tjetrin në shpirt se do na marrin sy, shqyq që jemi kjo orëmbroj. Mashallah, po. Që ka këtë energji kështu të mbrojtur. Se na bëjnë një pyetje tjetër Ola këtu tash. Jemi gati. Për shkencën për këtë gjëra. Ka qenë një moment i dhimbshëm që keni kuptuar të ndani egon nga shpirti. Një moment reflektimi, një moment pikë kthese, një moment në hartën e jetës që, okej, kemi thënë, kaq mjafton deri këtu, duhet patur një reflektim i thellë dhe një transformim. Na ka ndodhur të dyve, na ka ndodhur. Ka qenë një moment për mua që u riktheva me një dashuri dhe me një përullësi të jashtëzakonshme pikërisht ndaj shpirtit tim dhe duke vrarë këtë që po flasim, egon e famshme. Dhe që atëherë jam ndjerë më e pastër, më mirë, më e qetë në kratë e Gentit dhe jam shumë e lumtur që kam bërë këtë proces me veten time, sepse njeriu sfidat i ka më shumë me veten se sa me tjetrin. Është radha ina tani. Shut. Ego nuk ja del dot njeri ta bëj që ta vrasi, po është gjithmonë luftë për ta mbajtur në kontroll. Na bën dhe mirë. Ne edhe është pjesë e frikës për të gjithë ata, unë faktën kështu e shikoj. Edhe na bën dhe mirë, ndonjëherë na ruan, na bën të kuptojmë që jemi njerëz. Mirë po, momente të dhimbshme çdo njeri ka. E di atë ti për punën e halleve, halli i me tëndin, edhe kjo puna kësaj, të gjithë kanë dhimbjet e veta. Po s'patën dhimbje ta thash, nuk do përjetojnë lumturi, gëzim, lumturi, hare, ku e di unë, ngazëllim. Problemi është që kur vjen një pikë, dhe ajo është kthesa vërtet, them unë, që ti thua faleminderit edhe për këtë pjesë. Sa e bukur kjo jeta ime. Me këtë edhe me atë bashkë. Ai është momenti për mua që njeriu fillon të ecë në rrugën e dur. Por gjatë gjithë kohës ti duhet të jesh i kujdesshëm, ta mbash veten në kontroll, të jesh i përulur, edhe ndonjëherë të kërcesh nga fodullëku. Nuk të bën dëm sepse nëse se ul ti vetë kokën do ta ulin të tjerët, shoqëria edhe ajo çka të rrethon ty, prindrit, fëmijët, sepse mirë apo keq, çdo forcë ka një kundër forcë që reagon. Kjo është pak po e sigurt. Kështu që në këtë prizëm unë mendoj që momenti më i bukur është kur ti kupton kush është ekuilibri. Pastaj varet nga ty, do ta mbash? Apo zot ta mbash? Kjo është edhe pak zotësi, sepse
e kemi dhe jetën shumë ngarkuar. Gjithë ky sistem që është bërë, kur ti nuk mendon do të fare për veten tënde. Ti e ke, duhet paguaj taksat e makinës, dritat, ujin, fëmijët, atë, duhet bëj këtë, po nuk e lash aty do marr gjop, do paguaj këtë gjop, pastaj kam këtë se merr kamatën, banka, rroga, kjo sistemi, çdo gjë kalon në penalitet. Ti duhet bësh të del shumë pak kohë, është shumë materiale jeta jonë. Ose më saktë, është ndërtuar me qëllim apo jo, se nuk du të bëj konspiracionistin këtu, po që është faktike e atill, është ndërtuar në mënyrë që ti të mos kesh kohë për veten tënde, për marrëdhënien tënde me natyrën. Sa njerëz kalojnë tek e njëjta rrugë? Ishte pyetja e radhës, sa njerëz kalojnë tek e njëjta rrugë dhe nuk e dinë çfarë pemësh ka. Sa pemë ka? Kush ka nga këto pemët hien më të bukur? Çfarë lulesh ka? Çfarë ngjyrash kanë këto lule? Sa i shikojmë, sa i shijojmë, janë të gjithë shtëpit, janë të gjithë, telefoni, kjo jetojmë praktikisht, jetojmë në një vend, kohë dhe hapësirë në të cilën nuk jemi realisht fizikisht. Megjithatë, për t'ju përgjigjur pyetjes së radhës, ne gjejmë nga dheu kohën për të ndonjur me njëri tjetrin, edhe kur kanë kaluar 3 ditë apo 4 ditë kur na ka zënë punën dhe nga gjumi çohesh, fillon jetën përsëri takime intensive, shiqur drekën mundohemi ta ham të 3 bashkë dhe mundohemi që ta mbajmë këtë gjë sa më shumë, po prap nuk ke kohë të qëndrosh dhe ta shikosh tjetrin në sy. Këtu e kam unë meritën. Okej. Edhe kjo ka shumë merita. Prap është ai momenti ynor që ulemi në darkë dhe në vend të 2 orëve gjumë ose 3 orëve gjumë më shumë, kalojmë 2 orë ose 3 orë me njëri tjetrin, duke bërë të gjithë rezumen e ditëve ose momenteve kyçe që ne nuk i kemi diskutuar, që njeriu ka mbledhur, ose që nuk ka mbledhur, por nuk i ka shprehur, që janë gjëra të bukura. Po një diskutim, në një mërzit vogël që mund kemi pas. Dhe kjo na rin gjallë, të nesër më ndihemi më mirë, më të bardhë, më të qetë, më të sigurt për çfarë do bëjmë hapat, sepse ne i kemi folur gjërat. Njeriu nuk duhet t'i mbivendos asnjëherë meratjet e tij, duhet t'i diskutoj. Edhe kjo është një gjë që për këtë e ka meritën Genti më shumë. Edhe unë dua t'i flas gjërat, po Genti bëhet më shumë barë që të më ul dhe të më shoh në sy dhe ne të bisedojmë gjatë. Kjo është një marrëdhënie perfekte balance. Për shembull, për gjithë ata që nuk e dinë, do ta spionoj unë tani. Marrëdhënia jonë është që, se thotë Enida që ka mësuar, për shembull, ne jemi tenxherja kapakun. Pra i kemi dhënë njëri tjetrit të 2 gjërat për të cilat secili nga ne kishte nevojë. Dhe unë do ta spionoj Enidën tani. E para është një nga njerëzit më punëtorë. Enida është një nga këngëtarët me agjendën më të ngjeshur që mund të ketë në treg. Javë për javë ka 1 ose 2 live minimumi. Kur është sezoni, patjetër bëhet edhe ditë për ditë, nga 2 herë ditë, ka raste që edhe 3 herë ditë këndon. Nuk lodhet kurrë, bë me pasion, ndërsa për pjesën tjetër gatuan. Në rregull? Por ajo që do them unë është kjo. Enida ka një agend to do things, për të bërë gjëra. Dhe ka aq të detajuar. Nesër do blej ilaçet për pastrimin e shtëpisë. Do çojmë ke rroba qepsja këtë. Do bëjmë more çdo mendim. Do marrim nga pastrimi kimik. Edhe shumë organizuar. Do shkojmë në bank. Është shumë organizuar, sidomos pjesën financiare. Na kanë nxjerrë në dritë, le të themi me Kocë marrova për ekonomikun. Me mënyrën rigoroze me mënyrën e përpikt edhe shumë serioze që ka për t'i mbaruar punën, është punë mbaruar, me pak fjalë. Nuk e lë një gjë për gjithë llafet mira kur edhe unë ato shtysëm dua. Unë e marr detin këmbë, po dua që të më thotë një njeri hajde dhe po ngrita pastaj unë derisa tash unë nuk ulem, po që e dua këtë gjë. Kurse ke pjesa tjetër pastaj, e kishte merakun e punës, po sikur të bëjmë këtë. E bën dot sot, i thoja? Jo. Atëherë çfarë do bëjmë? Do mendojmë për këtë punën? Hajde flasim për një gjë tjetër. Hajde lozi me letra, hajde bëjmë një bisedë, hajde shikojmë një film. Hajde bëjmë një shëtitje. Duhet dhe kohë për veten tonë. Se nuk puna e para nuk ke ç'bën në orën 11 natës.
fillosh të mendosh, ndërkohë që ti e di, nuk është se do gjesh një strategji ose ke një gjë të pazgjitur, një hall, një gjë që ti ke për të bërë një punë nesër, po ndetet mendosh që po duhet ta bëj këtë punë se po se bëra, ti do ta bësh nesër atë. Mjafton ngrihesh. Ta sqaroj pak për ta plotësuar. Kur jemi njohur me Gentin, unë kam pasur një tip kam punuar shumë dhe kam punuar me duke u nxituar. Ishte me vrap gjithkohë. Duke e merakosur veten se po nuk u bë diçka e keqe do ndodhi. Do t'ja dal patjetër. E kishte bindje këtë, do ndodhi diçka e keqe. Dhe Genti ka punuar shumë në këtë kuptim që merre punën, bëja avash avash. Diçka që mund ta bësh nesër, mos u stretso, ta bësh sot patjetër. Sepse sa të vlen ky meraku i shpirtit tënde, i mendjes tënde për të arritur diçka, nuk vlen as ajo puna vetë që do bësh, që ndoshta nuk është ajo që rëndësishme sa që mendon ti. Dhe më ka ulur si thua, më ka qetësuar dhe më ka sjell në një gjendje ku unë jam shumë e kënaqur me çfarë do lloj pune që bëj dhe them faleminderit për çdo lloj pune që bëj gjatë ditës dhe që e kam kryer, që e kam mbaruar. Pa unë nxituar. Kurse unë kam nxit që t'jem gjithmonë e kundërta. I kam dhënë pak dhe kjo e imja. Kemi dhënë, kemi marrë për të arritur për të qenë në harmoni. Edhe mendoj që është kjo pjesa që aq sa shumë duam të qëndrojmë me veten, aq sa shumë duam të rrimë edhe me njëri tjetrin, me njerëzit e dashur, me familjarët, sepse kjo në fund ditës na bën të jemi njerëz. Edhe ta shijojmë jetën edhe të jemi prezent. Se mendoj që e kaluara ka ikur, edhe janë ato lojrat e mendjes që ne na nxjerrin fare nga sistemi, ndërkohë nuk e dim çfarë do ndodhi pas 2 minutave. Prandaj është prezent, është ajo fjala që bukur është dhurat. Ne jemi tani këtu të gjithë dhe kjo për mua është lumturi. Se kemi kryer gjëra kaq të bukura, po e ndajmë me njerëzit, dhe për mua kaq është. Domethënë kjo është lumturia, vrapojmë më shumë dhe kërkojmë, mund të jenë copsa patjetër, po dhe me ato copsa kaq të bukura mjafton të jesh i vetëdijshëm. Të jesh në vetëdije të plot dhe të jesh i pranishëm. Tani dhe këtu që ne jemi, është kaq bukur. Po ta marrësh thjesht fare me dy fjalë. Thonë është një shprehje, më jep mend sa të lidh rrypin. Ka ishin thonë, se është nga Shqipëria mesme. Kush është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi njeriu? Do humbi jetën. Ë? Në gjendë ti një njeri që i shpëton kësaj? Unë nuk di. Po ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Që doroj për jetë. Atëherë. Kështu është dhe halli. Edhe kështu është dhe puna dhe ti do ta bësh, ti nuk i shpëton dot asaj gjës. Ose pastaj do rish të mendosh për diçka që do vi ndërkohë që ti aktualisht je në jetë. Aktualisht je i qeti, pse mos mendosh për këtë që ke tani? Po. Kështu që kaq e thjeshtë është, nuk do në një filozofi të madhe. Edhe ne duke i dhënë njëri tjetrit, kemi ardhur të dy në atë stadie. Kemi ekuilibër shumë. Po, mendoj që të qeni falënderuese dhe mirënjohës është çelësi gjithçkaje. Duke pasur në mendjen tonë gjithmonë që jemi falënderues, falënderit Zot për gjërat që kemi. Sepse po të mendosh versus, atëherë ti ftillosh. Po të mendosh që ti do jesh i vdekshëm, dhe ti do ikësh, atëherë pse duhet me u strapacu, pse duhet me u stërmundi. Ndërkohë që jemi këtu edhe kjo është. Domethënë janë këto gjërat kaq të thjeshta dhe kaq bazike që duken, po ne as nuk kemi kohë të reflektojmë. Edhe të qëndrojmë me veten, sepse është ky vrulli që ne po themi, që realisht ne nuk e kapim veten që okay, jemi këtu dhe është bukur të shijojmë këto momente. Vjen një ditë 60 vjeç dhe gjen veten që ke punu 8 orë, 9 orë në zyrë ditë për ditë. Okej. Ke bler një shtëpi më shumë ose gjë shtëpi më shumë. Pastaj kur vjen puna thua, okay. Çfarë gëzova jetës? Edhe ai që vetëm ka bërë pushime dhe s'ka bërë asnjë punë, nuk është edhe ai nuk është në rregull, se thotë okay, po ç'a bëra? Pushova gjithkohës. Po puna është që kjo është një rrugë që ne do mësojmë, do e përjetojmë, se fjala eksperiencë nuk më pëlqen shumë, do ta përjetojmë. Do mësojmë edhe drejtëtaj, me që ka i shkurtër, do ta shijojmë sadopak edhe atë punën që bëjmë, ta bëjmë me pasion. Se të shijojmë më shumë, edhe atë pushimin ta kemi bërë, se po nuk le një punë mangut, nuk pushon dot. Po. Të rinë mendja aty. Sado që ti thjesht me nefregiste kështu brenda ajo, të heq një gjë. Po. Kështu që është shumë i thjeshtë ekuacioni për mua. Edhe një pyetje të fundit me shumë dashuri. Cila është pseja juaj që ju ngriheni në mëngjes, përveç dashurisë që keni për njëri tjetrin? Dashuria për fëmijët. Kjo është një aspekt dhe shumë i drejtë, edhe mund të jetë i pari. Ndërsa unë them
Jeta është e bukur, që duhet ngrihem tash çdo ditë sikur të jetë e para. Mos marr të mirë qenë as e nedëm, mundësisht të vinë dashurime të ditë për ditë. Të jetë një njeri ndryshe sot, nesër. S'ka një njeri, nuk ka dy gjëra të ngjashme. Dhe dy gjëra të ngjashme në dy kohë të ndryshme dhe në dy vende të ndryshme për mua. Çdo gjë është në progres e sipër, është në vibrim, është në energji të vazhdueshme, një herë je në një mood, një herë në një tjetër. Kështu që pseja ime është të çohem. Nuk i dihet çka ka rezervu kjo ditë e bukur për mua. A ka mundësi ta shijojmë? Pak Genti zgjohet shumë bukur në mëngjes. Shikon ditën, hap dritaren, thot zemra ime zgjose është, po shkëlqen dielli. Edhe kur bishim pëlqen. Ka filluar dita, hajde se të dalim, të fillojmë me punët. Unë mëngjesin e kam pak dramë, them drejtë. Dhe Genti e di këtë lloj. I kam thënë këtë që ti disa herë mëngjes ti nuk je gruaja ime. Ti je një tjetër një. Qesh, do ta gjej mënyrën që të qeshi, nuk ka ku më shpëton. Po, vërtet ka gjë gjithmonë një mënyrë që të qesh. Dhe ndërkohë, duke gjetur këto. Kjo punon shumë që të jetë prapë në atë gjendje. Më bën edhe kafen. Shpirti im pije kafen. Zemra ime pije kafen. Do dhe një kafe tjetër. Dhe pastaj para kafes dhe pas kafes ju jeni të ndryshme. Jeni të njëjta. Ti nuk je ajo, i them. Ti nuk je ajo. Po, besoj që avash do ta ndryshoj dhe këtë punën e mëngjesit, sepse... Je, bukur është edhe ajo. Ajo të bën të jesh ti? Po, ashtu është vërtet. Para kafes dhe poshtë, por je ti. Në thelb je ti. Kështu që është një këndvështrim ndryshe. Para kafes e neve, post kafes e neve. Tash edhe të ri nuk jemi, na dhem një që kur çohemi. Neda ditë për ditë që ka falë Zoti, është se këto shprehet ndonjëherë duken kështu sikur janë të trashëguara, janë popullore, po janë aq të bukura edhe aq me vend. Saqë ditë për ditë që ka falë Zoti ngrihet. Bën gati të bien për në shkollë. Të kurosur, të larë, të pastër. Kujdeset për të gjitha gjërat që i takojnë asaj si një nën. Edhe mendoj që edhe e them këtë me bindjen e plotë, edhe unë për vete jam falënderues për nënën që kam fëmijët e mi. Dhe mendoj që jam me fat në të gjitha aspektet. Edhe ajo është një zonjë vërtet, edhe fëmijët e mi janë yje, të lartë, të pastër, të rregullt. Po flas për Enedën në këtë rast. Pastaj ajo fillon merret me punët. Bën këtë gjën, shkon në bank, shkojmë këtu. Ne kemi gjithë ditën me takime, shqyrë që mbredhim dhe me motor që arrim t'i kapim. Pra dua të them që në një herë, duke pas gjithë të mbi ngarkesën, ai gjysmëorshi që thotë Eneda është pak i vështirë për mua, është më se justifikuar. Dhe nga ana tjetër pastaj, nëse s'do ta kishte, si do i merrja vlerat unë, do ngelja pa punë në mëngjes. Nëse respekt për të gjitha nënat, edhe për ty, që ke një djalë mrekullueshëm. Faleminderit. Dhe shpresoj shumë që ndjekje edhe rrugën e art. Ne jemi këtu dhe për ta ndihmuar nëse ai ka dëshirë, sepse veshin muzikore kishte, zërin e kishte. Nuk i dihet. Mendoje një, shikoje. Po, patjetër. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë nga zemra. Edhe uroj që mirësia dhe dashuria të ndjeki gjithë jetën, edhe uroj që të takohemi shumë shpejt për të ndarë projekte akoma më të bukura, edhe të shpërndajmë vlerë dhe shërbim për mbar njerëzimin. Faleminderit shumë nga zemra. Faleminderit dhe ty. Faleminderit dhe ty, Ola, që na bëre pjesë, ne bëm me shumë kënaqësi, pa hezitim fare. Faleminderit edhe Marin Glenit dhe studios së vet mrekullueshme, si dhe studion e tij Glen Photographer, që vërtet është falenderojmë shumë. Na është gjendur në këtë projekt fantastik. Profesional në punën që bën, jo vetëm ai, po gjithë stafi i tij dhe besomni e kanë provuar në disa prej punëve që kanë pasur dhe gjithmonë bashkë do t'i ndajmë. Ta cilësojmë pak shpirt. Glen PH Photographer, pra e kanë anglisht Glen. Faleminderit shumë nga zemra, ishte kënaqësi. Faleminderit, Ola. Kalum një kohë shumë cilësore, u zbavita shumë. Faleminderit shumë ty. Faleminderit dhe Oro Broj që na bëri vend dhe gjithmonë për të folur për gjëra shpirtërore dhe të bukura. Ke parti që gjithmonë mirë kalohet tu Oro Broj. Po. Fal energjisë mirë dhe fal Orit. Faleminderit shumë Ori nga zemra. Mos shih pandesë, kuptuam që është Ori atje pas. Faleminderit shumë Oro Broj, faleminderit shumë Orit, të cilën e falenderojmë nga zemra gjithmonë që hap shtëpinë e saj, shpirtin e saj, zemrën e saj për të na bërë pjesë. Faleminderit shumë.